si të thash, në vitet e fundit kemi pas një mungesë sa i takon të pjesë e kinemas, ti nuk ka pas shumë zhvillim apo një film apo një. Në vitet e fundit po fillojnë dalin fuqishëm. Po dalin dhe kjo është një gjë shumë e mirë, është një gjë shumë pozitive në shumë aspekte. Patjetër, është një gjë shumë pozitive sepse mos harrojmë, për shembull, më ka marr pjesë në shumë filma, më ka marrë të bëj edhe kam marrë mbi 20-25 filma. Publiku shqiptar, me sa kuptojmë ne, kërkon prodhimin shqiptar. E do prodhimin shqiptar. Përveç që ndihet i argëtuar ku shkon, që paguaj një bilet kinema edhe të shkojnë kinema, midis një filmi huaj që mund të jetë më i madh, mund të jetë me buxhet më të madh, për shembull, se edhe cilësor mbase mund të jetë nga filmi shqiptar, por gjithmonë do zgjedhësh prodhimin tënd. Gjithmonë do zgjedhësh produktin tënd. Për shembull, ti dhe unë, shqiptar, kur pyesim ne për shembull patatja ose domatja ose kastraveci, themi është prodhim vendas, po e duam vendas, e duam mirë, pse na duhet? Do ta mendojmë 2 herë nëse ai prodhim vjen nga Amerika ose Amerika Latine ose diku tjetër. Do ta mendosh, do thosh ti, okay, është vjen ande, vjen mirë, po më mirë e marr vendas se di që të më shijoj më shumë. Kështu funksionon edhe pjesa e pëlqimeve të filmit shqiptar, prodhimi huaj dhe prodhim shqiptar. Ku ma gjend kesh imazhe që janë të tuat. Gjen veten. Po, gjen veten. Aty e gjen veten, tek unë do gjesh ti veten. S'do gjesh Tom Cruise, ma beso këtë.